Fatos Lubonja mbetet një nga zërat më kritik dhe më të pa kompromis të shoqërisë shqiptare. Lirinë e tij e pagoi me 17 vite burg dhe internim, pa hequr dorëkurrë nga e drejta për të kundërshtuar pushtetin. Dikur, në qelit e errta të Spaçit, ai e mbrojti ato përmes poezive të shkruara fshehura mbi letra cigaresh. Sot, të njëjtën liri e kërkon çdo mbrëmje në shesh. Për të protesta nuk është thjesht një akt politik, por manifestimi njeriu të lirë, i atij që refuzon nënshtrimin dhe refuzon të mendojë vetëm për veten. Jeta nuk ka kuptim nëse mendon vetëm për veten, po siç thot një fjalë e vjetër Ekleziasti thot, nëse nuk dua veten, si mund t'i dua të tjetër? Por nëse dua vetëm veten, pse t'jem fare? E pra, të zbuloj dhe zhvilloj atë qenien e vet sociale dhe politike. Më shumë. Edhe të kuptoj që kjo protestë është pikërisht në emër të kësaj lloj ekzistence. Për Lubonjon, liria nuk është thjesht mungesë prangash apo kufizimesh fizike, por gatishmëri për të marrë përgjegjësinë ndaj shoqërisë ku jeton. Është pikërisht kjo filozofi që e çon atë çdo mbrëmje në shesh dhe të njëjtën pyetje ekzistenciale ai ia adreson sot rinisë. Po mesazhi im për rinin është që do të thoja të shtrojnë me veten një pyetje që është shumë e rëndësishme që vetëm njeriu e shton, jo qeniet e tjera, kafshët, që është pse kam ardhur në këtë botë, pse kam ardhur dhe çfarë kuptimi ka jeta ime, çfarë kuptimi do t'i jap jetës.